Sot, mysafir në studio, kemi një figurë të njohur të komunitetit shqiptar në Zvicër, i angazhuar me përkushtim si imam dhe si udhërofyes shpirtëror për shumë njerëz atje. Me një stil të veçantë, të kuptueshëm dhe shumë afër me të rinjt, ai përcjell çdo ditë mesazhe për jetën, besimin, edukatën dhe vlerat njerëzore nëpërmjet rrjeteve sociale. Kryemimami Bekim Alimi nga Will i Zvicrës është sot me ne në studio për të folur më shumë për këtë mision të tij dhe sfidat që e shoqërojnë atë në një vend të huaj. E ftoj tani në studio për ta përshëndetur. Mirëmëngjesi dhe mirë se na erdhe. Është shumë kënaqësi që t'ju kemi. Si jeni? Faleminderit për ftesën. Urdhroni, vendi juaj është aty. Edhe pse jeni në disa ditë në pushime këtu, por nuk hezitua që të na bashkangjiteni dhe t'jeni para shikuesve tanë edhe sot. Faleminderit juve që na ftoni dhe na nderoni. Është shumë kënaqësi çdo herë. Si po ju shkon pushimi, u takuat me gjithë miqët, patët rastin dhe mundësinë për këto ditë sa jeni, sepse ju mërgjimtarët i keni ditët e numruara dhe për t'i takuar ndoshta të gjithë keni problem çdo herë. Është vërtet, mirë, por nëse ka më shumë zemër, gjëra të tjera të afrohen kollaj. Shumë e vërtet. Edhe sa ditë ju ka ngel? Disa ditë, 3-4 është. Okej. Nderuar, si po praktikot feja në një realitet të përzier kulturor siç është Zvicra? Sigur e dini, shtetet demokratike në përgjithësi janë shtete të quajtura laike, ku ndahet feja dhe politika në sistemin shtetëror, dhe kështu që jepet hapësirë të caktuar se cilës fe të manevrojnë në këtë format, mesin e saj edhe islamit, dhe jepet mundësia natyrisht se cilit të jap mendimin e lirë, të besoj lirshëm dhe kështu me radhë. Dhe kjo krijon një platformë edhe për ne si musliman atje, që në kuadër të lejuarës, gjithësisht në kuadër të asaj të cilën veprojnë gjithë njerëzit, të promovojnë po ashtu edhe ne vlerat tona dhe të promovojnë po ashtu edhe besimin ton dhe bindjet tona personale. Si zhvillohet ajo në një shoqëri multietnike, multikulturore po ashtu, është edhe interesante, është një sfidë natyrisht për diaspor, për ne si diaspor, për shkak se nuk ndëgjojmë minaret dhe ezanët në çdo qosh skaj të Shkupit, por thjesht është një botë tjetër. Mirë, në anën tjetër njerëzit paksa të them në një formë direkte ose indirekte afrohen duke tentuar të gjejnë një pjesë të vendlindjes në një shoqat shqiptare, në një xhami, në një qendër kulturor dhe kështu me radhë, nga se të kaluarit aty pranë, jo vetëm që do t'i kryj të them lutjet e tij personale, po shihet me bashkëkombasit e tij, shihet me njerëzit e tij, merr një përshtypje të vendlindjes paksa në atë vend dhe kthehet sërish në banesën e tij. Pra, një diversitet interesant i cili ndoshta nuk ekziston në vendlindje. Ju e keni dëshmuar madje këtë për të punuar për këtë popull, për gjithë muslimanët atje, shumë vite e keni dëshmuar duke qenë edhe imam. Si është të jesh imam në një vend siç është Zvicra, larg realitetit të vendeve të muslimanëve? Një sfidë më shumë, një vështërsi më shumë, një angazhim më shumë, por në të njëjtën kohë një kënaqësi dhe një shpërblim më shumë. Nga se një sfidë, të them për shembull, ne kemi institucionet e bashkisë islame në vendlindje e cila merret me çështje të caktuara. Imami nuk duhet të jap një promovim të një gazetës apo të marrë pjesë në një promovim të librit kështu me radhë, për shkak se kemi organe të caktuara këtu të cilat merren. Atje nuk kemi organe të caktuara, do të thonë të duhet të jetë imami në atë qytet i cili. Nëse flasim për një angazhim social në qytetin ton, është imami, në fakt nuk kemi institucion përkatës musliman që do të merret me këtë çështje. Për çdo ngjarje, domethënë që mund të ndodhë. Pra, ti je në fokus të sendeve edhe pse nuk është paksuar angazhimi yt si imam në obligimet tuat përditshme. Do të thonë, angazhimi i një imamit në diasporë është plotësisht 100% që një imamit të këtujt, plus edhe angazhime tjera sociale të integrimit, puna me të rinjt, puna me me fqinjet, bota jo muslimane, bota jo shqiptare, kontributi i imamit po ashtu për integrimin e popullatës në vendin ku është, synimet e qendrës dhe imamit në njëjtën kohë që
të krijojnë një shoqëri muslimane shqiptare e cila është kontribuese për një shoqëri ku jeton dhe jo vetëm konzumuese dhe shumë gjëra tjera. Shumë e vërtet. Ne ju kemi pa shumë shpesh që jeni edhe shumë aktiv në rrjetet sociale. Këtë e keni dëshmuar duke dhënë shumë mesazhe inspiruese edhe mesazhe për besimtarët, mesazhe që vërtet të ndihmojnë për inspirim dhe të ndihmojnë që ta kuptojsh më mirë fenë dhe ta kuptosh në një formë më moderne, do e kishte quajtur. Si po i mirëpresin të rinjët sidomos këto mesazhe inspiruese tuaja? Të rinjët në perëndim faktikisht kërkojnë që ne t'ju drejtohemi tyre me gjuhën vendase, edhe pse kam po ashtu edhe një kanal që flasin në gjermanisht atje. Mirë po, në përgjithësi predikimi i cili do të zbrest në nivel ose do të ngritet në nivel quajtësi të duash me mentalitetin e trive dhe me kohën aktuale është një obligim fetar për ne dhe ne nuk kemi të drejtë të flasim vetëm atë cilën e dim, por duhet të dim ato që flasim. Dhe në këtë kontekst është një obligim për ne klerikët që të shohim ku i drejtohemi dhe në çfarë bote punon, si funksionon dhe kështu me radhë. Dhe sidomos këto mesazhet e shkurtra dhe kështu me radhë po shoh në bazë të reagimeve të njerëzve, në bazë të klikimeve që kemi, janë të shumta dhe këto janë mahnitse dhe po të them drejtën, ne jemi shumë të kënaqur me rininë që kemi dhe me njerëzit të cilët i kemi krahas angazhimit të tyre nëpër shkollë, nëpër studime, nëpër punë dhe kështu me radhë, prapë gjejnë diçka të lirë edhe për këtë aktivitetet tona. A janë këshillat online po aq të vlefshme sa ligjëratat në xhami? Moskovshin edhe më shumë. Për shkak se në xhami, nëse do ta marrësh njërin prej këshillave të fundit, brenda 24 orë, arrin ndoshta një 50.000 klikime. Në xhami nuk i gjejmë, ne për 24 orë 50.000 njerëz që na dëgjojnë. Shumë e vërtet. Me thënë, është më e drejtë për drejtë qasja në rrjetet sociale dhe mundet secili dhe me thënë të gjejë mënyrën dhe ta dëgjojë atë këshilla apo atë ligjërat që mundet ju t'ua servoni. Diçka Aida që është interesante, ndoshta ne si klerik, si hoxhallar, ndoshta nuk kemi të mësuar që në xhamit na thot dikush, jo hoxh nuk është ashtu. Në rrjetet sociale shkruajnë komentet, në mesin atyre dhe komente jo edhe aq të këndshme, po sido që të jetë ai ose ajo shpreh mendimin e tij të lirë, ose të saj të lirë atij dhe ne duhet ta lexojmë dhe të shohim dhe në një anë të thotë edhe hoxha ka dalës pak të ndëgjoj edhe një mendim tjetër. Dhe kjo është shumë më direkte, ashtu sikur the, kjo është shumë më direkte dhe shumë në rregull dhe shumë e mirë. Unë e akceptoj dhe nuk kam një problem me të. Po, ne e kemi vretur, unë momentalisht edhe jam duke i parë postimet tua në rrjetet sociale, dhe me thëmë postimin e fundit në Facebook, çka ha në Kinë? Çka ke dashur thuash me këtë? Ne thuhem për shembull, zakonisht kur flasin shqiptarët mes vetë ose muslimanët, thonë kukuva e ke pa çka han në Kinë, ato han insekte, gjarpërinj, qenë, macat dhe kështu me radhë, dhe duke neglizhuar një popullat në kulturën e ushqimit të tyre, mirë po ne krejt po harrojmë se ne po e ham hakun e njëri tjetrit, krejt po harrojmë se ne po mbydhemi duke hëngër do të thënë të hash mishin e vllaut tënd të vdekur, në islam quhet të përgojosh njerëzit të cilët nuk janë prezent në prezencën tënde dhe kjo është një prej gabimeve. Po ashtu ne flasim aty pasurinë e jetimeve të cilët e kemi fqinjtë ne ose na kalon dikush jetimet në përkujdesin ton, kemi qejf pasurinë e tyre të ham vetë dhe atyre t'ju japim pak edhe për shkak se ata nuk kuptojnë dhe kështu. Janë disa elemente në shoqëri të cilët nëpërmes një mesazhi të shkurt tentojnë të por që e gjen gjithmonë formën, edhe si ta vendosësh titullin edhe si ta nisësh këtë. Të duhet patjetër, ndoshta ne nuk kemi në eksperiencën tuaj si gazetar të trajnuar në këtë drejtim, mirë po nga se kemi shumë punë me njerëz. Por që influencën e keni shumë më të madhe, padyshim. Nuk besoj, ju natyrisht keni përkrahje të fuqishme, ne mundohem me një kanal të shkurtër. Mirë po, në qoftë se më lejon Aida është një thënie e shkurtër, e cila ndoshta ende nuk ka dalur, por veç paramendoja se në çfarë formati tentoj të futem në mentalitetin e njerëzve tonë, sidomos ata të cilët kanë probleme. Problemet shqetësimet shpirtërore në perëndim janë më të mëdha sesa në vendet e varfëra, për fat keq, nga se depresioni është një smundje moderne, diabetis është një smundje moderne dhe mbipesha është një smundje moderne, këto nuk ekzistojnë në Afrikë.
Dhe në mesin e tyre na kaplon edhe neve si shoqëri shqiptare në Zvicër, cilën futemi në të, sidomos probleme dhe depresionet cilët shfaqen shpesh te hoxha dhe dëshirojnë që të i trajtojnë këta me të. Me thëmë për shembull, e pyetën një të urtë, një të mençur, kur erdhe në botë i kishe këto probleme, kur linde i kishe probleme, tha jo. Tha, kur do ta braktisish këtë botë, do t'i marrësh me vete këto probleme, tha jo. Atëherë tha, këto qenë kanë gjërat të cilat janë ngjitur këtu, nuk janë tuat. Këto janë mosmarrveshje dhe janë shqetësime. Atëherë mos e ul kokën për toke kur do të kesh kështu shqetësime, se shikimi është i shkurt, po ngritë ka qielli, se shikimi është shumë më i lartë. Dhe rezultati i kësaj është komplet, mos i analizo çdo gjë holl dhe mos e fut edhe çdo gjë në furrën e mendimeve se do ta djegësh, bile edhe arin nëse e futish në furrë do ta bësh hi dhe pluhur. Çdo gjë e tepruar, domethënë nuk është e shëndetshme. Leri gjërat të hecin pak sa ashtu. Çdo njëri prej neve kur zgjohet të mëngjesit zgjohet në dy gjendje, ose në gjendje të mirë edhe të falemnderueshme, ose në gjendje të mjerueshme ose të pikëllimit, njërën prej këtyre. Dhe ne si besimtar mundet këto të dyja t'i kalojmë me shpërblim. Në qoftë se kemi mirësi, falemnderohemi te Zoti, Zoti e shton mirësinë. Në qoftë se kemi pikëllim, bëjmë durim, Zoti e shpërblen durimin. Dhe në këtë rast as nuk i shkulim flokët tona as kurrë. Po, cilat janë ato këshillat, zoti Bekim, që më shumë ti mundoni t'ia përçoni të rinjëve dhe për çfarë ato drejtohen më shumë tek ju? Pika numër 1 është friga nga ardhmëria, për fat keq. Çka do të bëhet, ku shkojmë, çka se bëjmë, dhe kështu me radhë në këtë drejtim. Në qoftë se do të mund të arrij unë t'ju bëj vetes time, të siguroj veten time dhe tjerëve, t'ju them, dëgjoni, ai i cili na ka sjellur neve në këtë botë, ai me siguri se ka plan edhe për ardhmërinë tonë. Dhe andaj ti dhe unë do duhet të kryjmë detyrën e cilën na jepet neve për sot. Kurse planet dhe ardhmëria jonë do ta lëshojmë në dorën e atij i cili ka caktuar planet. Në qoftë se njerëzit do të mundohen gjithçka të hartojnë në letrat e tyre deri në ditën e vdekjes, kjo nuk do të funksionojë. Andaj, mos mbaj peshën dhe barën të cilën nuk takon ti ta mbash. Neve na takon të shkollohemi, të marrim një orientim dhe a do të gjej punë mu në këtë drejtim të sinekma ose në një drejtim tjetër. Mos u mërzit, Zvicra nuk le kënd pa ushqim dhe të vdesish. Ku është problemi? Prindërit të cilët i kemi po ashtu kanë një prej problemeve tjera të cilat i tutën asimilimit dhe i tutën ose tjetërsimit. Do shtë edhe me drejt, për shkak se pak punohet në mësimin e gjuhës, në kultivimin e kulturës dhe kështu me radhë. Nëse ka ndonjë qendër tek këtu që funksionon, mund të jenë xhamiat pak më shumë që funksionojnë edhe në aspektin kombëtar. Për fat keq do të kishim dashur me siguri të ketë, janë edhe shkolla shqipe dhe kështu me radhë, po aty pak marrin pjesë njerëzit tonë që na vjen keq neve si klerik, ne nuk jemi kundër gjuhës shqipe, në të kundërtën. Mirë po, këto lloj fërkime këtu prindi tutet nga tjetërsimi dhe asimilimi dhe në të njëjtën kohë nuk i frekuenton këto çështje dhe nuk merret në formë aktive me këto çështje, janë brenga edhe për ne në këtë rast si klerikë. Po, unë me sa kam informacion, ju jeni imam edhe në një nga spitalet e Zvicrës, apo jo? Kantonale, po. Po, si erdhi mundësia për të angazhuar në këtë detyrë dhe cili është roli juaj në këtë spital? Kultura dhe feja krishtere, sidomos në perëndim, kulturën e përcjelljes ose përkujdesjes shpirtërore ndaj të smurve e ka me qindra vite. Dhe kështu që ne kemi bërë shkollime të caktuara në këtë drejtim dhe trajnime në Universitetin e Friburgit, i cili na ka dhënë mundësinë të hulumtojmë dhe të kapim pjesën e mbetur të muslimanëve ose pacientëve musliman. Dhe kemi bërë një kërkesë në kanton që njëjtën zyrë, njëjtën kushte kërkojmë edhe ne, nga se diku 7 deri 10% të pacientëve në spitalin kantonal janë musliman. Dhe është natyrisht është mundësu, ne janë dhënë kushtet e mira për punën aty dhe kështu që një herë në javë të premteve, dhe me thënë jemi 4-5 imam të cilët bëjmë në rënditje dhe kështu shkojmë bëjmë vizitë dhomë për dhomë, shtëpi për shtëpi të pacientët shumë radhë. Dhe është shumë e fuqishme ai, shumë e fuqishme. Jeni të mirë pritur jashtëzakonisht shumë.
Dhe kemi rast ku një pacient ose një paciente një loke jonë kur shet një hoqë që ka shku ta vizitoj pas një thirrje, pas një kërkesë kështu me radhë, ku dikun 10 minuta, 15 minuta nuk të lëshon dorë. A disa është e rëndësishme ajo dhe përshëndetjen mendor për gjithë ato pacientë që janë të shtruar aty, se ndonjë fjalë e mirë, ndonjë shtrëngim duar, ashtu siç e thëni, mund të edhe gjysmën e sëmundjes ndoshta ta largojnë, sepse edhe me psiqikën sigurisht që ka të bëjë më shumë dhe ju jeni ai që edhe anën psikologjike ndoshta mund t'ja stabilizoni do e quaja tek ato pacientë. Mentaliteti jonë është në moment që i thotë spitali një pacienti dëshiron të ofrojmë një psikolog, mentaliteti jonë jo, unë s'jam për psikolog, në kupton. Dhe në njëjtën kohë mbetet një shprastir aty. Dhe ajo shprastira me çka? Dëshiron të thirrimi imamin, po patjetër. Dhe është imami aty. Dhe ne natyrisht çështja e përkujdesjes shpirtërore është çështje për afër tepër me aspektin psikologjik. Dhe në anën tjetër ne njohim kulturën e këtij pacientit, e njohim mentalitetin, e njohim gjuhën e tij dhe kështu me radhë. Dhe më interesante ende është që në këto gjatë trajnimit tonë është gjatë kësaj pune ne duhet si klerik, si imam pak të flasim shumë të dëgjojmë, që është e kundërta për herë në profesionin tonë, apo jo, ne flasim tjerë të dëgjojnë. Dhe është me të vërtet një trajnim dhe një shkollim për ne personalisht i fuqishëm. Besom se kur kthehem prej spitalit në banesë ose në vendin tim punës, ma shumë kam përfituar unë se sa pacienti. Edhe mendoj që edhe shpirtërisht jeni më i përmbushur, a? Detyrimisht. Natyrisht kemi gjendje të rënda, kemi situata të vështira, në bazë të ligjit mjeku atje është i detyruar t'i tregojë pacientit se mbas 2 ditëve do të vdesë. Dhe ky pacient është në gjendje kaos. Dhe ai e shpreh me mua këtë gjatë tërë kohës. Unë nuk guxoj në spital të i them jo, mjeku ka gabuar. Dhe kjo nuk është e drejta ime. Do duhet ta përkrahi mendimin ligjor të mjekut, vendimin dhe tregimin ligjor të mjekut, po të njëjtën kohë të ruaj edhe ndjenjat e këtij personit. Faktikisht ju jeni si ura lidhse në këtë rast. Drejt të them ka njerë me një sendviç kështu qatë shumë të trusur sa kur më shumë se tosti për në trusur. E bukur kjo. Unë e di që jeni angazhuar shumë edhe në shkollat shqipe, zvicrane. Jo shkollat shqipe, unë ndihmoj shkollat shqipe, natyrisht arsimtarën e kam një koleg mirë të gjuhës shqipe dhe e përshëndes dhe kështu me radhë, por unë jap lëndën e mësim besimit islam nëpër shkollat zvicrane. Dhe më thonë në gjuhën gjermane. Në gjuhën gjermane? Unë kam menduar se në gjuhën shqipe. Jo, në gjuhën gjermane. Në gjuhën gjermane. Dhe si jeni mirë pritur nga gjermanët? Shumë bukur, bile të them drejtën, ato drejtorët e disa shkollave janë ato të cilët na ftojnë dhe vinë deri te zyra ime dhe thotë detyrimisht na duhet. Për shkak se unë në këtë drejtim jam prej nga viti 2001 që jap mësim atje në lëndën fetare të gjuhës, lëndën fetare të islamit. Mirpo, është interesante se kjo lënda fetare në shkollat tona nuk është pengesë për integrim, por në të kundërtën. Drejtorët e shkollës me zi presin që të vijë imami, të pinë një kafe me imamin dhe ta diskutojnë për shembull një problematikë i cili mund të krijohet gjatë Ramazanit. Për shembull gjatë Ramazanit nxënësit duhet të kenë një ditë të martë, për shembull, kanë ditë sportive. Në ditën sportive janë tepër të angazhuar gjatë tërë ditës dhe lënda e edukatës fizike atje nuk është atë të cilën e kuptojmë ne këtu. Lënda e edukatës fizike dhe nota e saj është e njëjta në vlerë sikur e lëndës së kimisë apo fizikës. Dhe nxënësit nëse prej orës 7:30 duhet të jenë në angazhim sportiv deri në ora 5 mbrëmje, me të vërtet duhet me kanë në 100% aty. Dhe atëherë për shembull na krijohet një problem, një sfidë në aspektin me agjërimin e fëmijëve ose nxënësve të cilët nuk janë më fëmijë, ato janë rinisht, dhe në këtë rast flasim çka do të bëhet këto. Vjen një prind, unë nuk e lejoj në këtë fund, vjen nxënësi ankohet, unë agjëroj dhe kështu me radhë, mos u ngutni. Nëse baba yt ka një punë të vështirë në punën e vet dhe është tepër e vështirë, nuk ja del dot me agjërimin, çka bën ai? Thot ai ka drejt ta prishë dhe ta agjërojë mbas Bajramit një. Tha me njëjtë ai edhe ti. Do të më thonë këtë ditë ke drejt ta prishësh, të agjërosh mas Ramazanit nëse i vërtet ke qejf për agjërimin tënd. Dhe kështu që zgjidhen problemet që mund të arrijnë deri në mediat të zvicrane, zgjidhen me një bisedë të shkurtër. Po, unë përderisa po bisedonit ju, unë po i shoh edhe disa fotografi të përzgjedhura, jemi munduar t'i marrim disa edhe nga ju edhe nga rrjetet sociale, jeni i pasionuar pas sporteve ekstreme.
Është interesante kjo. Një teolog që nuk i le anash asnjëherë edhe sportet ekstreme. Në përgjithësi sportet, unë të them në përgjithësi në sportet është i mirë, jam në rregull aty, unë notoj, unë skijoj, shalimin në kal e bëj po ashtu pa asnjë problem dhe këtë çështje. Sa i takon çështjes motorit, dal nga dal në Zvicër nuk quhet ajo sport ekstrem, pak më shumë te ne, nga se unë nuk njoh ndonjë prej politikanëve zviceranë ose kështu me prej prishtinëve që nuk vozit motor. Kjo është një çështje aty shumë normale te ju. Kurse sa i takon aspektit paragliding, në Zvicër kjo nuk kategorizohet në sportet ekstreme. Dhe do me thonë për personat që fluturojnë në këtë format nuk duhet të bëjnë një sigurim special për këtë lloj sporti. Në qoftë se hyjnë për shembull në kickbox ose kështu me radhë, atëherë duhet me pas sigurim special. Nuk e pranon sigurimin normal shëndetësor. Këtë e pranon se sigurimi normal shëndetësor. Prandaj besoni se paragliding dhe fluturimi në ajër është më pak i rrezikshëm se sa motori në shkup. Dhe vazhdoni ta praktikoni, vazhdimisht, Patjetër. A mendoni se një imam aktiv në sport është më afër rinisë dhe i thyen disa stereotipe për figurën që e posedoni? Detyrimisht, nga se sporti, arti dhe kështu me radhë janë gjuhë të pafolura të cilët lidhin midis gjithë kombeve dhe gjithë gjeneratave. Dhe natyrisht nëse në futboll për shembull imami është bashkë me trit ose në motor ose kështu me radhë është më afër trive të tyre dhe kështu që për më njëherë ai formati i një imami të kontaktueshëm, të lehtë, të pa komplikuar kështu me radhë bën hapin e parë për njohje dhe për përshkëmbim. Po, çfarë mesazhi përcjell sporti për besimin dhe disiplinën? Edhe në aspektin islam, aida sporti është përmendur. Dihet se pejgamberi alayhis salam në Mekë ka bë garim në vrap kundër gruas së tij Aishës. Dhe pejgamberi alayhis salam ka qenë më i ri në fazën e Mekës dhe e ka kaluar në vrap. Dhe në Medinë e ka përsëritur edhe një herë, edhe ai ka hyrë pak në moshë dhe Aisha e ka kaluar në vrap. Dhe dihet botërisht në islam se Aisha i ka thënë një me një, kjo për atë. Vetë ky rast na tregon se pejgamberi ka dalë në qytet edhe ka vrapuar në qytet me gruan e tij. Mund të paramendosh një hoç prej neve ose prej Shkupi këtu dalën në qytet me gruan e tij, vrapoje edhe mos flasin njerëzit për anësh, kurse ai ka bërë këtë në shekullin 7. Keni parasysh. Dhe me thënë një prej elementeve. 2. Sporti është shëndet. Shëndeti jonë na mundson lëvizjet tona në namaz. Ne mundson agjërimin, ne mundson gjithë kontributet tona fetare nëpërmes një trupi të shëndosh. Dhe kjo është shëndet. Pra, më mendoj se të ushtruarit sport, jo vetëm që është shëndet, po është edhe sevap. Po. Dhe për fund do doja të di se çfarë këshille do ju jepje prindërve shqiptar që duan të rrisin fëmijët në frymë islame në një vend të huaj siç është Zvicra. Spari duhet sepse gjithmonë ka paragjykime, stereotipe në këtë rast. Të lutem, ashtu është. Spari duhet të veprojnë ata në vetveten e tyre. Me thënë sikur ka një thonjë arabe ose hadith profetik. Ka njerëz që thonë që nuk është hadith profetik, po sido që tjetë, thotë edukoje vetveten tënde 25 vite, edukoje fëmin tënd 25 vite përpara se të lindë. Pra edukoje vetveten tënde. Në vit parë do të kisha thënë të gjithë këtyre prindërve bashkë me vetveten time që sjellë mirë dhe vazhdo të jetosh në frymën dhe në kulturën tënde dhe fenë tënde përpara se të lindin fëmijët. Dhe vazhdo që të jesh i mirë gjatë fëmijëve. Dallimi midis fjalës edukat ose në gjuhën gjermane quhet Erziehung, që rrjedh prej një foljes paksa është e vrazhdët. Folja ziehen në gjermanisht do të thonë me tërheq, me kre. Erziehen ka një domethënie me eduku duke e kreh ka vetja. Në islam është terbie që rrjedh prej fjalës rabbaba që më thon përcjellje. Në këtë rast, në qoftë se ai në vit parë prindi jon, në vit parë edukoi vetveten e tij, pastaj lindën fëmijët dhe i bën përcjellje, ec paralelisht me atë.
deri në moshën të caktuar kur ai pastaj mund të alëshojë prej dorës tij dhe ai do të hecë pa frikë. Çka mund t'i them unë, ashtu sikur e ke paramenduar ti jetën tënde, ashtu do të vazhdojë fëmiu yt. Pra, kujdesu në jetën tënde që të mund të vazhdojë në këmbët e veta ashtu sikur e ke bërë ti. Dhe së fundmi, që ndoshta është mesazhi i fuqishëm, nuk bën me i thonë fëmijët në banesë, thirr dikush në telefon, thuj babi nuk është këtu, atë njëjtën kohë i thojnë fëmijët mos gënjej kur në jetë. Një shembull konkret që ndodh shumë shpesh. Ashtu është. Tek gjithë shqiptarët, po në përgjithësi, për fat keq. Unë falenderoj shumë që u bëre pjesë e ritmi ditës, në këto ditë që kishe të pushimit, prap nuk na refuzove dhe ndjek kënaqësi që të falenderoj publikisht që u bëre pjesë dhe na shpalose shumë çka nga jeta yte, edhe pse do të ishte interesante nëse do të ishim një herë në Zvicër edhe ne t'ju shohim nga afër se si funksiononi atje, me shumë kënaqësi. Por gjithsesi, në këto minuta ne u munduam që t'i kapim të gjitha pikat që janë në interes të shikuesve çdo herë. Ju falenderoj dhe nëse keni interes për të marrë pjesë në Zvicër, atëherë do të kontaktojmë dhe ju bëjmë një ftesë që të dilni të shihni botën tuaj shqiptare në Zvicër inshallah. Shumë interesante do të ishte, shumë kënaqësi. Faleminderit i nderuar. Faleminderit edhe ju.